Nëse do zgjidhje ta prezantoje Shqipërinë vetëm me një nga këto prava. Sa e vështirë. Sa e vështirë. Është Legjenda e Shkapës. Okej. Vjen në librin e dytë. Okej, na le kështu, na le pezull. Për këto të librit parë tash mund të prononcojmë sa të doni, për pjesën tjetër. Sigurisht. Ende jo, po mund ta bëjmë një seancë pas një viti. Sigurisht, pse jo. U bëra gati, doja të dëgjoj, isha kështu. Okej. Kam përshtypjen që shumë nga dëgjuesit duhet ta dinë Legjendën e Shkapës, është gjithashtu një nga prallat, po themi më të njohura shqiptare. Nuk e di, akoma nuk e kam mbaruar procesin e ngjizjes të variantit të ri, kështu që nuk e di se çfarë ndryshimesh do ketë, po mendoj që është ikonike. Edhe është, po themi, Legjenda e Shkapës, po në variantin prall. Okej. A ka një personazh që ti e gjen më pranë vetes? Mendoj që Hizrin unë e përmenda, jo vetëm për faktin që është e dashur për mua sepse gjyshja ma tregonte shumë shpesh këtë prallë, po edhe sepse lidhet me këtë filozofinë të bërurit mirë dhe të priturit mirë. Atë ta tregoj dhe Hizri. Shumë shpejt. Gati jemi na. Nuk e din nëse ka njerëz që na ndjekin nga timoni, ju lutem që qëndroni zgjuar. Ata po argëtohen. Janë 3 vëllezër që janë shumë të varfër. I pari donte të ishte i famshëm, i dyti donte të ishte i pasur dhe i treti donte të ishte i lumtur. Një njeri i mirë shkon dhe u kërkon pak ujë dhe bukë dhe të 3 djemt u japin dhe i thotë unë do ju plotësoj dëshirën sepse unë jam një njeri i mirë, që ishte Hizri në këtë rast. I pari thotë unë dua thotë të merrem me tregti dhe të ma di emrin gjithë bota. Fryn era e veriut, godet 3 herë shkopin, plotësoi dëshira. I dyti thot, unë dua të kem stane dhe pasuri të pamata, fryn era e veriut, godet 3 herë shkopin, realizohet. I treti i thot që unë dua një grua në mendje me mua. Dhe një shtëpi të lumtur, fryn era e veriut, i realizohet dhe secili shkon në shtëpinë e vet. Vitet kalojnë dhe njeriu të mirë i thonë që vëllezërit nuk janë aq të mirë sa ti gjete në fillim, sepse kanë filluar që pasuria dhe fama dhe këto gjërat e tjera tu aprishin pak mendjen. Ngrihet Hizri dhe vendos të testoj për një herë të fundit se çfarë ka ndodhur me djemt që u ka dhënë bekimet. Çfarë bën? Vishet sikur është me plagë dhe i sëmur dhe shkon tek vëllai i parë, që ishte vëllai që merrej me tregti dhe me karavan. I del përpara dhe i thot të lutem, i thot unë jam i sëmur, a mundesh të më çosh deri në qytetin e radhës, sepse aty më kanë thënë që gjej një kur. Ai që ishte dehur tani më nga fama edhe nga të qonurit i njohur, i thotë që shiko ti je shumë i vogël për të marrë me mua, nuk është se do ri unë të merrem me ty tani, ke gjej ndonjë gjë tjetër. Plaku mërzitet, godet 3 herë shkopin, frynera veriut dhe i merr çdo gjë. Shkon tek vllai tjetër që kishte stane dhe i thot e presin shërbëtorët, vjen dhe i thot që më duhet gjaku i një qingji për të shëruar, dhe i thot që nuk i kam qingjat për ty, se kjo është pasuria ime, vazhdo diku tjetër, kështu fryn era e veriut prap dhe ja merr pasurinë. Pastaj shkon tek vllai në momentin që fryn era e veriut dhe merr pasurinë, bëhet dhe thatësir, po themi gjithandej, dhe kjo kështu edhe ja merr stanin, kur shkon tek vllai i tret, thatësira kishte prekur dhe shtëpinë e tij dhe kishte ngelur vetëm pak ujë. Plaku troket, hyn brenda, i thot jam shumë i sëmur, jam i lodhur nga rruga, të lutem a mund të më japësh ujin e fundit. Djali shikon nga e shoqja, nga fëmijët, po e shoqja ishte në një mendje me të, dhe i thot që po mund t'ja japim plakut se është i sëmur ujin e fundit. Dhe në momentin që i jep, po themi, pikën e fundit të ujit, Hizri e bekon dhe i thot tani pranë shtëpisë tënde do të krijohet kroi i bardhë, që është në fakt një kruaj që ekziston në Elbasan, që mendohet që kush pi ujë prej tij me zemër të mirë do t'i plotësojë dëshirat, dhe i thot që ti dhe kushdo që ka zemrën si ty, kur të pini këtu do i plotësohen dëshirat, dhe kjo tregon, po themi, edhe pjesën e testit të mirësisë. Edhe ndaj dhe Hizri është një personazh bukur.
Me që ti personifikohesh ose e personifikon veten me Hizrin, ne shpresojmë që të kemi pritur mirë sot, se po na I merr të gjitha fryn ajo hera, edhe ikin. Javës tjetër këtu do ketë kaq shumë bono, ka dhe mirësi dhe njerëz do uj. Nëse do uj kemi akoma. Besha ka, por mendoj që, domethënë është kjo filozofia që mendoj që karma është fort, çdo gjë kthehet në jetë edhe bëj mirë. Edhe ne kemi dëgjuar teksa rriteshim gjatë gjithë kohës, bëj mirë se gjen mirë. Edhe e thën kaq thjesht, po prandaj dhe mendoj që karakteri I Hizrit në fakt personifikon shumë nga mënyra se si ne jemi rritur, nga mendësia shqiptare, nga të qenurit, po themi njerëz mikpritës edhe dashamirës. Që nëse e gjykojmë ftohtë, do themi që nuk kanë bërë mirë, se kanë lejuar të na edhe për shkak të empatisë të lëm njerëzit të na shkelin pak më shumë se duhet, por kur e mendon ndryshe pastaj ja sheh përfitimet. Është komplekse. Është goxha. Mund të rrinim e diskutonim pafund për këtë. Do bëjmë lojën e dytë, shpejt. Ja pak lojën e dytë. Nise ti, se të kap. Po përgjigjet duhet të jenë të shkurtra. Shumë të shkurtra. Okej, po piva kuj. Zgjidh një personazh. Ne po t'i japim situatën dhe ti duhet zgjedhësh një personazh nga personazhet e mitologjisë, sigurisht. Okej. Kush do të ishte më I mirë për kryeministër? Zana, Qerosi, Tallazi apo Driti? Qerosi, sepse mund katalanin edhe bën drejtësi. Okej, vazhdo Vjona. Kush do të ishte më I famshëm në TikTok nga personazh? Djali Draguar for sure. Kush? Se u emocionova nga Djali Draguar më ra nga duart skalet. Kush do të kishte podcastin më të mirë? Mendoj që Zana e Malit. Kjo që mbledh gjithë shoqërinë, gjithë Zana. Do I vinin gjithë. Po. Edhe ishte edhe dashamirë se edhe cute. Kush do të ishte më I vështirë për të pasur shok shoqe? Do njëra nga zanat mendoj, do më thënë këto të tipit stihia, flamëza se janë pak, do më thënë natyra të vështira, po grinaveca. Kush do ta shpëtonte Shqipërinë nga ndotja? Ngelen prapë të zanat. Ngelen prapë të zanat. Halli tyre ishte. Kështu. Ngelen prapë. Zonin ato do jepnin zgjidhje. Kush do të humbiste në Tiranë pa Google Maps? Tallazi para se të bëhet zoti I deteve. Ishte kështu shumë out, domethënë para se të gjente fuqitë e veta. Kush do të ishte më I mirë në debat televiziv? Gishtoja. Okej, Gishtoja është a smart one. Okej. Kështu që mos I gjykoni më njerëz të veç. Gishtoja I bën namin gjigandit edhe I bën gropën, po themi, pavarësisht se është shumë I vogël. Okej. Kush do të ishte më dramatiku në një grup WhatsApp I familjar? Familjar. Mendoj që Trimi, që është djali I Fjeku Qebesës, sepse është në emigrim. Domethënë ka shumë ndjeshmëri ndaj të ruajturit të bondit. Kështu që Trimi. Kush do të ishte më I përshtatshëm për film të animuar? Për film të animuar, mendoj që Legjenda e Tallazit është ready for it. Moanën, do më thënë, e le prapa. Shishi. Tallazi dhe Gigi Breshka, do mos do. Kush do ta kishte më të vështirë të jetonte në vitin 2026? 2026. E vështirë kjo, po. Mendoj që ky vllai tek Hizri, vllai I vogël që do mirësinë dhe është shumë I pastë. Okej, bën sens. Bën sens vërtet. Bën sens. Por do ishte thara I kroj se pa leçer do kishim bërë aty në punim. Do ta kishim futur në tubo. Lin pyetja do e kishte pirë Hizri pikën e fundit të ujit apo. Do ta kishte goxha të vështirë tani. Po. Imagjinojmë sikur Disney po të telefonon. Cilën për rall do të propozoje të parën? Pick and choose, janë të gjitha të bëra për ju. Qysha, telefonojnë, Ariolon. Po për shembull, po të qëndrojmë te Tallazi, meqense është gati, po themi. Cili do të ishte personazhi kryesor
Ishte vetë Tallazi, ja? Është vetë Tallazi, është edhe Xhixhi Breshka që është shoqja e tij, domethënë ka Gërshetëzën që është gjithashtu Gërshetëza. Po, është Gërshetëza është mami i Tallazit në këtë rast, që i del në ëndër dhe i thotë, domethënë Tallazi është një djalë jetim, i rritur mes barinjve, nuk di gjë për historinë e vet, marrin peng Kimera, që është edhe Kimera, po themi përbindshi legjendar që është i lidhur edhe me Himaren. Himara ka marrë emrin nga Kimera. Ka marrë peng Xhixhi Breshkën. Edhe ai bëhet trim për të shpëtuar shoqen e tij, pastaj rrugës pulon që ka këto fuqit, edhe mund të përbindshin, por ai nuk e mposht përbindshin, ai e zbut atë dhe zgjedhin të jenë, po themi, miq edhe përbindshi të bëhet, po themi, rojtari i zonave të tij, mbretërisë të tij të detit. Është nice. Do ta bëje më shumë familjare apo të errët? Zakonisht, domethënë gjitha prallat ngelen familjare. Ngelen familjare. Janë familjare. Në cila do të ishte skena hapse? Skena hapse edhe në libër, edhe në audiobook është Xhixhi Breshka që i tregon fëmijëve të saj historinë e të atit. Okej, kështu do ishte edhe në një film nga në Disney. Më beso kur them që janë të konceptuara si histori Disney, domethënë edhe linjat po themi të kohës, edhe këto marrjet deri marrjet e skenave janë gati. Janë Unë gati. nuk besoj se ne na mungon diçka tjetër veç financimit edhe ndoshta connectionit për të bërë për të shkuar deri atje. Po që domethënë janë të këndshme. Mund të realizohen. Vazhdojmë tek loja 5. Okej. Oh ja, nice. Okej. Se kujton se kalon let këtu. Si ke numëruar si se ishin heja. Nga 2, 3, 5. Mirë, tani ideja është që krijojnë disa fjali që mund t'i thonin personazhet dhe ti do duhet të gjesh se kush është, pra cili nga personazhet është. Mund ta thoj, pra cili nga këto personazhe mund të thoj këtë fjali. Interesante fare. Më mirë të jemi vogël dhe i zgjuar se sa i madh dhe bosh. Gishto ja. Okej. Natyra nuk shpëtohet me magji, por me kujdes. Zanat. Cila do për tyre. Më e them Mama Drejgja që është mama e Zanat. Si e ka emrin? Mama Drejgja. Sa bukur më pëlqen. Këto pralla të bëjnë të fillosh ta shohësh ndryshe edhe gjuhën shqipe, është. Po, janë. Zbulon sa e bukur edhe e pasur është gjuha shqipe. Besa nuk është fjalë, është barr. Barr. Domethënë, shtoj të vallet për ta vënë trimin përpara përgjegjësisë. Okej. Mos më nëndlerëso se jam qeros. Nuk është e lë shumë më. Ky është i preferuari, besoj brezit ton edhe brezit të më përparshëm, qerosi është hit. Po pse? Pse kaq shumë? Po se njësoj si shumë nga personazhet përfaqëson këtë, po themi, rebelizmin, identitetin, po themi në këtë rast ai shpëton familjarët e tij nga katalani, po themi që kishte futur në magji edhe menaxhonte të gjithë zonën, domethënë është ky heroi i vogël që është pak mistrec. Edhe mendoj që i gjen vetveten, domethënë në këtë si personazh, edhe është i veshur me këto karakteristikat e shqiptarit që është smart, edhe e bën për familjen e tij, domethënë ka një sër elementësh. Edhe vazhdojmë tek e fundit e kjo lojë, edhe përbindshi ka një plag. A vlen kjo për ndonjë personazh të librit? Po, siç e përmenda, në prallën e Tallazit, ai zgjedh të mos e lëndoj dhe të mos e mposht përbindshin, por të kuptoj, po themi, se çfarë ja kishte shkaktuar të gjithë mërin, të gjejnë paqen dhe të kthehen në miq, po themi, në vite. Se më kujtua ajo memja e famshme, më del shpesh edhe e gjej veten aty. Jam duke ecur me vrap, po më ndjek një serial killer, por kujtohem ta pyes se çfarë ka ndodhur me jetën e tij, pse u bë një serial killer. Zakonisht ky personazh që rapon është binjak kur dhe Si është binjak? Në horoskop. Dhe me qëra fjallat i çfarë shenje? Je binjak, okej. Mundohemi të kuptojmë pak. Binjakët kanë shumë imagjinat, kështu thuhet. Dhe në fakt s'është gënjeve. Vazhdojmë te loja e 6. Po, shkojmë te loja e 6. Wow, një lojë të 6. Nice. Tani e mban apo e heq? Do të vendosim në fundi moralizuesi për rallave. E mban apo e heq? E mbaj. Personazhi i njerëkës së keqe, nga tradita e mban apo e heq? E heq. Okej. Okej.
Kuçedra si e keqja absolute. E heq totalisht. Princesha që pret të shpëtohet. Totalisht e heq. Okej. Eroi i vogël që fiton me zgjuarsi. E mbaj edhe ngrim në piedestal. Besa si koncepti paprekshëm. Është i ynë totalisht. Mallkimi si mjet rrëfimi. Në qoftë se përcjell mesazh e mbaj. Okej. Dhuna në prralla tradicionale. Totalisht jo. Domethënë janë kaq të mbi ngarkuara në dhunë, më besoni, domethënë vazhdoj dhe lexoj për çdo ditë, edhe kanë, po ndoshta tregon edhe një formë të se si është menduar atëherë. E heqim, e kemi hequr dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Frika si mënyrë edukimi. Apo e shpjegon ndryshe? E zbusim. Dhe një gjë mjaft interesante, gjuha arkaike në librat për fëmijë. Në qoftë se ndihmon në pasurimin e storytelling, do po themi të treguarit të historisë, e mbajmë. Okej. Tregon gjithashtu për mënyrën se si është menduar dhe është folur në një periudhë të saktuar. Ne shpresojmë që jo Ariola, pra që prallat shqiptare të mos zhduken një ditë, po marrim një situatë hipotetike, nëse do zhdukesh një ditë dhe do duhet shpëtoje vetëm një. Cilën prej tyre? Sa e vështirë. Po shkoj prapë me legjendën e Shkabës. Okej, është identitare. Është identitare. Okej. Kështu që domethënë thjesht në qoftë se nuk mund të tregojmë nuancat e identitetit ton, le të tregojmë vetëm po themi një fije të saj. Një fëmijë pas 20 vitesh, pra një fëmijë që mund ta lexoj tani apo t'ia lexojmë prindit apo ta dëgjoj pas 20 vitesh, çfarë do doje të mbante mend? Dhe mbase jo thjesht vetëm një prall, po do duhesh ti edhe vetëm një prall, por diçka për të një prall, çfarë duhet të mbante mend? Siç e prekëm pak edhe më parë, domethënë është misioni im në të shkruarin e kësaj pralle është që kur një fëmijë e merr në dorë, ndjen sadopak nga vlera, nga magjia, po themi nga rrënjët e veta, edhe do doja që në të ardhmen të kujtohet si një libër që i kanë nxitur të qenurit krenar, po themi që është shqiptar, kudo që ndodhet në përbot. Një gjë tjetër që jam kurioz ta di. Cili personazh nuk të lë rehat në sensin që do doje ta trajtoje edhe ndryshe? Të bukurën e dheut, e di që domethënë siç thash ka akoma goxha më shumë për të shtjelluar. Mendoj që domethënë secili nga personazhet nëse i hyn mund të zbërthehen më tutje. Po mendoj që nuk do t'i rikthehem shumë personazheve sepse ka akoma shumë personazhe të tjerë që nuk i kam nxjerr akoma në skenë. Ti nxjerrim ata nga sunduku ku janë futur. Edhe pastaj shohim se i latojmë. E fundit për ta mbyll apo doja të pyesja kështu siç e keni nisur, mendon që do bësh një gjyshe fenomenale? Shpresojmë, jemi në havat e parë. Një gjyshe e pakonkurrueshme. Do të them për atë ditë po punoj. Okej. Gjithmonë drejt asaj dite është qëllimi. Ariola, falenderojmë shumë që ishe pjesë e Kinotekës. Kemi një bilet Cineplex për ty që e ke dyshe. Shfrytzoje për cilin film të duash dhe kur të duash. Me partnerin tënd dhe është pa datë, mund të shkosh kurdo që ti ta mendosh që është filmi që të pëlqen ta shohësh. Ishte vërtet fantastike të isha mes jush. Ju falenderoj shumë jo vetëm për kohën që më dhatë në emisionin tuaj, po edhe për seriozitetin me të cilin e kishte zgjedhur ta trajtonit këtë projektimin. Vërtet që e vlerësoj. Kënaqësia jon. Faleminderit shumë që erdha. Faleminderit ju. Mirë, faleminderit miqtë e Kinotekës që na ndoqët. Kjo ishte Kinotek në Sol edhe për këtë të mërkur, ndërkohë që ne do t'ju lëmë në shoqërinë 89.0 FM. Keni rrjetet tona sociale, po ju mori malli për ne, na gjeni në YouTube, na gjeni në Instagram, na gjeni në Spotify. Ngado, siç e dini, edhe pse ndodh më rrallë këto kohë na shihni rrugëve të Tiranës është vapet mëshme, po na pat mos harroni na përshëndesni. Shihemi të mërkurën tjetër. Pafshim.